për hapa jo. O, zoti një rëndë, për hapa jo. Ajo shoqja jote, vjen më ke krevati me Varushi. Shoqja jote vjen ke krevati me Varushi, s'ka i njeri me i fajt. Ora të Renat, nama të Varushi. Po që pun këti me i vajtë të datë, po i kënë shqip jetën të datë, mos në të farë. Kushtë të vjetë krevati ty, me Varushi, ma je pjo bolin, njoti. Ma je pjo bolin, njoti. Ma je pjo bolin, njoti. I bëri njerum si jeni mashku si ke këtu me prezentimin jam ishi dikujt edhe më vin femrat e krevati, po kushtë të vjen ty? Ti pra, hajde se ke ratën me facat që të qojnë drona ty. Mos ma prek ma Arushi. Hajde dashër. Nuk është Arushia. Nuk je kategoria ime, po ta garantoj. Vazhdo zemra, vazhdo zemra të ti maksimumin një kafe mund të kategoria jote. Një kafe si që kemi bërë. Zemra vete si përfajtësore. Në kam bërë një herë një kohë për respekt, ta kam dheri kafe. Ti je shumë afër Brikenës, te andej, kështu që është kuptu nga publikum se ti ke dashur, të rish me mu i dashur. Dhe që nëzjerë, je ka që në shpëru, sa që do nëzjerë është një muhabet që kemi po para 50 tiq, erë dhe ti tu. Se nuk kujdesesh për këmbët e tua? Po që pun kedi me këmbët e mija, moj? Të kujdesesh për këmbët? Apo ke probleme me fanatizëm, apo janë komplekse? Ti je një djalë me komplekse. Ti je një djalë me komplekse që përcjell vetëm mesazhe fanatizmi që i thu Brikenës si të vishet, kur të vishet do me përcjell mesazhe që je një djalë xheloz, kur ti me Brikenën vllai dashur po e mashtron publikun shqiptar, sikur do me mashtron tani që unë kam pëlqim për ty. Po nuk të hecë vlla. Po vjen ti ke unë me Spotify ke ty me ke dëgjuar që flet me mua. Nuk të hecë. Nuk të hecë.